Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues e radio televizioni shqiptar mirëmbrëma, ju njoh me kushtet e motit. Presioni i lartë atmosferik në Europën qendrore po ushtron aktivitetin e tij duke mbajtur stabilitet të kushteve atmosferike në gadishullin e Ballkanit. Por në vendin tonë për orë të mbrëmjes do të kemi vranësira shtresore dhe fenomenin e mjegullës përgjatë luginave. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 6-20 grad, zona qendrore 12-25 grad, në Bregdet 14, maksimumi 26 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e premte, moti do t'jetë me kthjellime dhe vranësira. Temperaturat do të luhaten 5-9 gradë në mëngjes, 16 deri në 20 gradë në orët e mesditës. Edhe për ditën e premte në vendin tonë, moti do t'jetë me vranësira mesatare deri të dendura shtresore për shkak të rrymë ajrore mesdhetare. Era do t'jetë me drejtim jugperëndim 6 metër për sekondë dhe dallgëzimi do t'jetë i forcës 2. Temperaturat do t'jenë me rënien e mesditë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.